Mergja i Fes, Ajatullahu i Madh, Esh Sheikh Nasir Mekarim Esh Sharazi. E kemi thënë gjithmonë se uniteti mes muslimanëve dhe afrimiteti mes medhebeve islame janë prej çështjeve më të domosdoshme në çdo kohë, sidomos në kohën e sotme. Sigurisht, ofendimi i grave të shenjta të tjerëve nuk lejohet në sheriat. Muslimanët suni dhe shiit duhet të jenë të kujdesshëm e të vëmendshëm që të mos bie në kurthet e armiqve të islamit dhe të mos përhapin asnjë mosmarrveshje e përçarjes sektare. Veprimet vetvrasëse dhe derdhja e gjakut të pafajshmëve është prej mëkateve të mëdha. Ato janë vërtetësi e qartë e shkatërimit në tokë dhe çojnë në xhehenemin e përjetshëm. Ato reflektojnë pamjen e kundërt e të papranueshme të islamit, i cili është mëshirë dhe butësi. E lutim Allahun që t'ju udhëzojë të gjithë mëkatarët dhe të humburit,